Kryetari i LDK-s Lumira Digjiku dhe ai nismë social-demokrate Fatmir Limaj u takuan në një lokal në Prishtinë vetëm një ditë pas dështimit për formimin e qeverisë së re. Këto dy parti ishin ato që refuzuan të bënin koalicion qeverisës me lëvizjen vetëvendosje, në lidhje me prapaskenat e këtij takimi për bota sot, foli Halil Geci. Si fillim, ai konsideron se ky takim erdhi si mundësi e testimit të një koalicioni të mundshëm mes këtyre partive. Pas dështimit të qeverisë Kurti 3, LDK dhe Nisma po testojnë terrenin për një koalicion që mund të rikthejë ndikimin e vjetër politik, por a duhet t'u besojë populli sërish atyre që një herë zhytën vendin në kompromis me Beogradin? Ky takim erdhi më një herë pas dështimit të formimit të qeverisë Kurti 3, pasi këto dy parti, LDK dhe Nisma, refuzuan koalicionin me lëvizjen vetëvendosje nënvizoi ai. Krahas kësaj, Geci përmendi edhe disa çështje që janë ngritur pas këtij takimi derisa tha se një koalicion me Limajin nuk do t'i bënte nder trashëgimisë lugoviane. Takimi ka hapur me një herë debat në opinion. Ai ishte kryer një plan i përbashkët për ta rrëzuar Kurtin me qëllim që këto dy parti të krijojnë një bosh të ri opozitar. A mund të përgatitet një koalicion LDK-Nisma për zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme? Në politik gjithçka është e mundur, por një bashkëpunim i tillë nuk i bën nder as trashëgimisë lugoviste, as qytetarëve që e presin ndershmëri. Për Lumira Digjikun, duket se rëndësi ka vetëm fitoria elektorale, ndërsa për Fatmir Limajin, që prej kohësh është jashtë çdo strukture pushteti, një koalicion me LDK-n do të ishte mënyra më e lehtë për t'u kthyer në skenë. Tutja i kritikon Limajin dhe karrierën e tij politike, derisa ja rikujtoi LDK-s disa herë për të. Madje vlerëson se kreu i Nismës ka vepruar kundër frymës lugoviste, ngjashëm si disa figura të tjera të PDK-s. Limaj, i cili dikur ishte në krah të Haradinajt, tashmë shihet si politikan që kërkon strehim politik për mbijetesë. Pas vitesh të gjata në opozit, bojleri politik i tij është zbrazur dhe tani i duhet të lidhet me çdo që mund t'i sigurojë hyrje në qeveri, e duket se për këtë, Dada Lume është zgjedhja më e përshtatshme. Por LDK duhet ta di mirë, Fatmir Limaj akuzohet prej kohësh si bashkëpunëtor i krimit të organizuar dhe si njëri që ka vepruar kundër frymës lugoviste, njësoj si disa figura të dikurshme të PDK-s. Ka zërat që thonë se Limaj mund të jetë deleguar nga qendra të caktuara politike për të ndihmuar në formimin e një qeverie të re me listën serbe përmes blerjes së votave të deputetëve nga pakicat. Në fund, Geci shtoi se qytetarët e Kosovës i kanë kuptuar se marrëveshjet e fshehta dhe pazaret me Beogradin nuk janë në të mirë të shtetit. Nëse vërtet mendojnë se mund të kthehen në pushtet në këtë mënyrë, e kanë gabim të rënd. Populli i Kosovës e ka kuptuar tashmë se marrëveshjet e fshehta dhe pazaret me Beogradin nuk mund të jenë një rrugë për shtetin tonë. Çdo përpjekje për të kthyer në pushtet përmes rrugëve të vetra do të përfundojë në dështim, sepse qytetarët nuk janë më të njëjtit e as nuk harrojnë lehtë, përmbylli Halil Geci për Bota Sot.